Një vajzë e re me origjinë modeste rrezikoi gjithçka për të shpëtuar një fëmijë gjatë një urgjence që tronditi një nga familjet më të fuqishme të vendit. Guximi i asaj që kishte më pak zë transformoi jetë dhe zbuloi se heronjtë e vërtet nuk veshin gjithmonë uniforma. Një histori të i kalimi, dashurie dhe shansesh të dyta që do të ndryshoj përgjithmonë mënyrën se si e shihni botën. Përpara se të dëgjoni këtë rrëfim të jashtëzakonshëm, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Nxehtësia mbytëse e asaj pasditeje gushti në kryeqytet bënte që edhe pajisjet e kondicionimit të vilës të punonin në kufi. Era fshinte djerset nga balli ndërsa paloste rrobat e vogla në dhomën e fëmijëve, çdo pjesë e organizuar me kujdes në sirtaret prej druri mahogani. Në moshën 17 vjeçare, ajo e njihte çdo këmbë të asaj shtëpie sikur të ishte e saj, ndonse e dinte shumë mirë se nuk do të ishte kurrë. E ëma, Lulieta, punonte aty prej më shumë se 10 vitesh, që kur Era ishte vetëm një fëmijë. Filloi si pastruese dhe me kohën fitoi besimin e familjes për të kujdesur për të gjithë shtëpinë. Era u rrit duke vrapuar nëpër korridoret e gjera, duke luajtur në kopshtet e mirëmbajtura, gjithmonë me kujtesën konstante se asgjë nga ato nuk i përkiste asaj. Artan Kastrati ishte një emër i njohur në të gjithë vendin. Kompanitë e tij të teknologjisë lëviznin miliona, vendimet e tij ndikonin në tregje dhe fjala e tij kishte peshë në sferat më të larta të pushtetit. Për Erën, megjithatë, ai ishte thjesht njeriu që ndonjëherë kalonte me vrap nëpër korridore duke folur në telefon, gjithmonë i veshur me kostum të patëmet, gjithmonë tepër i zënë për të vënë re vajzën e shërbyeses. Bashkëshortja e Artanit, Teuta, ishte ndryshe. Elegante si një modele revistash, por me një buzëqeshje të sinqertë që ndriçonte çdo ambient. Ajo gjithmonë e përshëndeste Erën me përzemërsi, e pyeste për studimet dhe, në disa raste të veçanta, madje i kërkonte mendim për dekorimin e ndonjë dhome. Ishte Teuta ajo që insistonte që Lulieta ta sillte vajzën në punë gjatë pushimeve shkollore, duke thënë se shtëpia bëhej më e gëzuar me praninë e vajzës. Por ishte Ledioni ai që vërtet fitoi zemrën e Erës. Djali 4 vjeçar, me kaçurela të arta dhe sy kureshtar, e ndiqte atë nëpër shtëpi si një qenush. Që kur ishte foshnjë, ai dukej se preferonte shoqërinë e saj mbi çdo person tjetër, përfshirë edhe dadon e tij zyrtare. Ledioni kishte probleme me frymëmarrjen që i vogël, kriza që i fusnin të gjithë në panik, veçanërisht të ëmën. Era mësoi të njihte shenjat, e dinte kur ai kishte nevojë për inhalatorin, kur ishte më mirë ta çonte në një ambient me ajër të pastër. Atë pasdite specifike, Teuta kishte dalë për një aktivitet bamirësie dhe Artani ishte mbyllur në zyrë që në mëngjes, në një videokonferencë me investitor evropian. Dadoja zyrtare kishte kërkuar leje për arsye personale, duke e lënë Ledionin nën kujdesin e Erës. Nuk ishte diçka e pazakontë, në fakt, të gjithë në shtëpi e dinin se djali sillesh më mirë me të. Era mbaroi rregullimin e dhomës dhe u ul në dysheme për të luajtur me Ledionin. Ai kishte shpërndar makinat e tij të preferuara mbi tapet dhe krijonte histori të ndërlikuara për gara dhe aventura. E qeshura e tij jehonte në dhomë, një tingull i pastër që gjithmonë i ngrohte kraharorin Erës. Në ato momente, ajo i harronte dallimet sociale, uniformat që shënonin pozicionin e saj, kujtesën e vazhdueshme se jeta e saj do të ndiqte një rrugë shumë të ndryshme nga e tia. Atëherë ajo vuri re Erën. E lehtë në fillim, pothuajse e padallueshme, e përzier me aromat e zakonshme të shtëpisë. Dylli i mobiljeve, lulet e freskëta që Teuta insistonte t'i ndëronte çdo javë, aroma e butë e zbutësit të rrobave. Por kishte diçka më shumë, diçka që nuk duhej. Të ishte aty. Era rrudhi ballin, duke ndërprer lojën për një çast. Ledioni vazhdoi me makinat e tij, i pavëmendshëm ndaj çdo shqetësimi. Për të, bota përmblidhej në atë moment, në ato aventura të vogla që krijonte me imagjinatën e pasur të një fëmije 4 vjeçar. Era detyroi një buzëqeshje dhe u kthye t'i kushtonte vëmendje lojës, por Era vazhdonte, duke u bërë më e fortë. Vila ishte e vjetër, e ndërtuar në vitet 40 nga një tregtar i pasur dhe më pas e rinovuar plotësisht nga Artani kur e bleu. Sistemet elektrike ishin të gjitha të reja, por struktura ruante disa nga misteret dhe veçantitë e ndërtimeve të kohës. Zhurma të çuditshme ndonjëherë jehonin nëpër mure, ngroja qendrore bënte zhurma që trembnin vizitorët më pak të mësuar, dhe kishte gjithmonë ndonjë teknikë që bënte mirëmbajtje në ndonjë kënd të shtëpisë. Por ajo erë ishte ndryshe. Era u ngrit ngadalë, duke u shtirur sikur po kërkonte një lodër në dollap, por në të vërtetë po përpiqej të identifikonte origjinën e Erës.
hapte derën e dhomës dhe vështroi korridorin. Gjithçka dukej normale. Lambadarët prej kristali vareshin nga tavani i lartë, duke ndriçuar pikturat e shtrenjta që dekoronin muret. Dyshemeja prej mermeri shkëlqente si gjithmonë, duke reflektuar dritën që hynte nga dritaret e mëdha. U kthye pranë Ledionit, i cili tani po grumbullonte bloqe druri në një kull të pamundur. Djali ishte i përqendruar, me gjuhën jashtë në një gjestë vendosmërie që gjithmonë i nxirrte buzëqeshjen erës. Ajo ul pranë tij, por shisat e saj mbetën në gatishmëri. Era u bë më intensive. Këtë herë nuk kishte dyshim. Ishte tym. Jo tymi i këndshëm i ushqimit në furrë apo jo xhakut të sallonit kryesor. Ishte diçka që digjej aty ku nuk duhej të digjej. Era ndjeu zemrën t'i rrite shpejt, por e detyroi veten të ruante qetësinë. Ledioni ishte një fëmijë i ndjeshëm, çdo shenjë paniku nga ajo do të kapej menjëherë prej tij. U ngrit përsëri, këtë herë me më shumë urgjencë të fshehur. I tha Ledionit se do të kthehej për 1 minutë dhe eci drejt dritares së dhomës. Nga lart, në katin e dytë, mund të shihte një pjesë të kopshteve dhe anën e shtëpisë. Gjithçka dukej normale nga jashtë. Asnjë shenjë tymi, asnjë lëvizje e çuditshme. Atëherë dëgjoi zhurmën e parë ndryshe. Nuk ishte një nga tingujt e zakonshëm të shtëpisë. Ishte diçka metalike, sikur ndonjë strukturë po zgjerohej me shpejtësi. Pak pas kësaj, një zhurmë e mbytur, sikur diçka e rëndë kishte rënë diku larg në vil. Era ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Duart e saj filluan të dridheshin lehtë. Ledioni vazhdonte të luante, i pavëmendshëm ndaj gjithçkaje. Era e shikoi atë dhe, për një moment, nuk pa djalin 4 vjeçar, djalin e një prej familjeve më të pasura të vendit, por një fëmijë tjetër. Një fëmijë nga kujtesa e saj, me flokë të errët dhe buzëqeshje trazovaçe, që dikur luante me të në kohët kur jetonin në një garsonier të vogël në periferi të Tiranës, në zonën e Paskuqanit. Luani. Vëllai i saj i vogël, vetëm 2 vite më i ri se ajo. Kujtimi erdhi si një goditje në stomak, duke sjellë me vete të gjithë peshën e një tragjedie që i kishte ndryshuar jetën përgjithmonë. Nuk kishte qenë një zjarr, siç mendonin disa njerëz kur ajo tregonte historinë përgjysmë. Kishte qenë një aksident i tmerrshëm në një kantier ndërtimi pranë shtëpisë ku banonin. Një rëshitje dhe rash pas ditësh me shi të fortë. Luani po luante pranë vendit kur ndodhi. Era ishte vetëm 12 vjeç në atë kohë, por kur nuk e harroi ndjenjen e pafuqisë. Vrapimi, britmat, sirenat që mbërritën tepër vonë. Mungesa e papritur e Luanit ndryshoi gjithçka. Ema, Lulieta, nuk ishte më e njëjta. Ishte atëherë kur siguruan punën në shtëpinë e familjes Kastrati, një shans i ri për të rifilluar larg kujtimeve të dhimbshme. Era e tymit solli gjithçka pas me një intensitet brutal. Era ndjeu këmbët t'i lëshonin, por luftoi kundër paralizës së kujtesës. Këtë herë do të ishte ndryshe. Këtë herë, ajo nuk do të ishte thjesht një fëmijë që shikonte ngjarjet pa mundur të bënte asgjë. Zhurma e hapave të shpejtuar në korridor e solli atë në të tashmen. Dikush po vraponte, dhe kjo nuk ishte normale në atë shtëpi ku gjithçka funksiononte me saktësinë e një ore zvicerane. Era hapi derën e dhomës dhe pa një nga rojet e sigurisë që kalonte me shpejtësi, duke folur në një radio portative. Sytë e tyre u takuan për një sekondë. Burri u duk se hezitoi, sikur do të thoshte diçka, por vazhdoi të vraponte në drejtim të katit të poshtëm. Pikërisht atëherë alarmet filluan të binë. Ledioni la lodrat dhe e shikoi erën me sytë e zgurdulluar. Tingulli i lartë dhe i ndërprerja alarmeve jehonte në të gjithë shtëpinë, një zhurmë që ai nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Fëmia filloi të qante, më shumë nga tronditja se sa nga frika, dhe zgjati krahët e vegjël që era ta merrte në krah. Ajo nuk hezitoi. E mori Ledionin në krah dhe ndjeu peshën e një orë të djalit pas kraharorit të saj. Ai po dridhej lehtë dhe era kaloi dorën nëpër kaçurrelat e arta. Në një gjest automatik për zemërsie. Duhej të mendonte shpejt. Alarmet ishin për zjarr, këtë e dinte nga testet mujore që bëheshin në shtëpi. Por këtë herë nuk ishte test. Shikoi përsëri nga dritarja dhe tani mund të shihte një tym të zi që dilte nga diku në katin përdes të vilës. Reagimi i saj i parë ishte të vraponte drejt derës kryesore, të ndiqte procedurën standarde që të gjithë njihnin. Por diçka e bëri të hezitonte. Ledioni po kishte vështirësi në frymëmarrje. Nuk ishte ende një krizë e plot, por era i njihte shenjat.
Frymëmarrja pak më e shpejtë, fërshëllima e lehtë që vetëm kush jetonte me të mund ta dallonte. Tymi, ndonë se nuk kishte mbërritur ende në katin e dytë, po ndikonte tashmë te djali. Nëse ajo zbriste nga shkallët kryesore, do të kalonin shumë afër origjinës së zjarrit. Atëherë ju kujtua korridori i shërbimit. Në kohët kur ishte më e vogël, Era e kishte zakon të eksploronte çdo kënd të vilës kur shoqëronte të ëmën në punë. Kishte zbuluar kalime që lidhnin pjesë të ndryshme të shtëpisë, shkallë që përdoreshin vetëm nga stafi, rrugë alternative që banorët kryesor as nuk e dinin se ekzistonin. Një nga këto rrugë çonte te një shkallë emergjence në pjesën e pasme të shtëpisë, larg zonës kryesore ku zjarri dukej se kishte filluar. Problemi ishte se për të mbërritur atje, duhej të përshkonte një pjesë të shtëpisë që nuk ishte gjithmonë e sigurt. Korridori i shërbimit kalonte pranë bodrumit, ku ndodheshin kaldajat dhe sistemet elektrike. Nëse zjarri kishte filluar aty, mund të ishte edhe më rrezikshëm. Ledioni qante më fort tani, i trembur nga zhurma e alarmeve dhe nga tymi që fillonte të hynte nga të çarat e derës. Era ndjeu se nuk kishte kohë të mendonte për të gjitha mundësitë. Duhej të vepronte. Mori inhalatorin e Ledionit në komodinë dhe e futi në xhep. Mbuloi fytyrën e djalit me një pelen të pastër që ishte te vendi i ndërimit dhe hapi derën e dhomës. Korridori tashmë ishte pushtuar nga një tymi lehtë dhe nxehtësia ishte shumë më intensive se disa minuta më parë. Filloi të vraponte. Era vrapoi nëpër korridorin kryesor duke e mbajtur Ledionin fort pas kraharorit. Djali kishte ndaluar së qari, por frymëmarrja e tij ishte më e vështirë. Ajo mund të ndjente trupin e vogël të tensionuar, duke luftuar kundër ajrit që bëhej më i rëndë çdo sekondë. Alarmet vazhdonin të bijnë në një ritëm dëshpërues, duke i huar në muret prej mermeri si një thirrje për ndihmë që askush nuk dukej se po e dëgjonte. Tymi ishte më i dendur pranë shkallës kryesore. Era ndaloi në majë të shkallëve dhe shikoi poshtë. Mund të shihte një shkëlqim portokalli që kërcente në muret e katit përdes, dhe nxehtësia që ngjitej ishte pothuajse e padurueshme. Nuk kishte si të zbriste andej pa e ekspozuar Ledionin ndaj një sasije të rrezikshme tymi. Fëmia tashmë ishte me vështirësi frymëmarrjeje, çdo ekspozim shtesë mund të shkaktonte një krizë të rëndë. Atëherë mori vendimin që do të ndryshonte gjithçka. Në vend që të vazhdonte drejt shkallës kryesore, u kthye djathtas dhe vrapoi drejt pjesës së pasme të shtëpisë. E njihte atë rrugë përmendësh, ndonse kur nuk e kishte imagjinuar se një ditë do t'i duhej ta përdorte në një situatë emergjence. Ishte rruga që përdorte kur ishte fëmijë për të eksploruar vilën pa u parë, një grup korridorësh të ngushtë dhe shkallësh dytësore që lidhnin zonat e shërbimit të shtëpisë. Korridori i shërbimit ishte shumë i ndryshëm nga pjesa tjetër e vilës. Nuk kishte mermer as kristale këtu. Muret ishin të lyer me të bardhë të thjeshtë, dyshemeja ishte me pllaka të zakonshme dhe ndriçimi vinte nga llambat fluoreshente që gumëzhinin lehtë. Ishte ana e shtëpisë që vizitorët nuk e shihnin kurrë, bota paralele ku luljeta dhe punonësit e tjerë lëviznin në heshtje për të mbajtur jetën e familjes Kastrati në punë si një orë. Era njihte çdo centimetër të atij labirinti. E dinte se nëse vazhdonte drejt dhe kthehej majtas pas depos së ushqimeve, do të mbërrinte te një shkallë që çonte direkt në bodrum. Por gjithashtu e dinte se kishte një shkallë tjetër, më tej, që jepte akses në pjesën e pasme të shtëpisë pa kaluar pranë kaldajave dhe sistemeve elektrike ku dyshonte se zjarri kishte filluar. Ledioni ishte më i rënd tani, jo sepse kishte shtuar peshë pa pritur, por sepse Era ndjente krahët e saj t'i lëshonin. Frika bënte që zemra t'i rrite fort dhe çdo rrahje dukej se jehonte në veshët e saj bashkë me tingullin e alarmeve. Por ajo vazhdoi të vraponte, duke i përshpëritur fjalë ëmbëlsie në vesh djalit për ta mbajtur të qetë. Gjithçka është në rregull, Ledion. Është vetëm një shëtitje ndryshe. Së shpejti do të jemi jashtë duke luajtur në kopsht. Zëri i saj dilte më i dridhur se sa donte, por Ledioni u duk se u qetësua pak me tonin e njohur. Ai futi fytyrën në qafën e saj duke marrë frymë me vështirësi, por pa rënë në panik. Era ndjeu një valë dashurie mbrojtëse aq intensive sa pothuajse e paralizoi. Në atë moment nuk kishte rëndësi që ajo ishte vetëm vajza e shërbyeses. Ledioni ishte përgjegjësia e saj dhe ajo do të bënte çdo gjë për ta mbrojtur. Korridori i shërbimit ishte më i errët se zakonisht. Tymi ende nuk kishte mbërritur aty, por disa drita pulsonin në mënyrë të çuditshme, ndoshta për shkak të ndonjë problemi në rrjetin elektrik të shkaktuar nga zjarri.
Era përshpejtoi hapin, atletët e saj bënin një zhurmë të mbytur mbi pllakat e dy shemes. Atëherë dëgjoi zëra pas saj. Ku është fëmia? Bërtiste dikush. Në dhomë, përgjigjej një zë tjetër. Dadoja duhet të jetë me të. Cila Dado? Blerina është me leje sot. Atëherë kush po kujdeset për të? Era njohu një nga zërat. Ishte Genci, shefi i sigurisë së shtëpisë. Një burr me përvojë, ish ushtarak, i punësuar nga Artani për të koordinuar të gjithë mbrojtjen e familjes. Ajo e dinte se Genci do të ndiqte protokolle të rrepta në një situatë si ajo. Protokolle që ndoshta përfshinin gjetjen e fëmijës dhe dorëzimin e tij të zjarfiksit ose të ndonjë përgjegjës zyrtar. Por Era gjithashtu dinte diçka që Genci nuk e dinte. Ledioni nuk do t'i mbjetonte një evakuimi standard. Tymi tashmë po ndikonte në frymëmarrjen e tij dhe çdo vonesë shtesë mund të ishte fatale. Ai kishte nevojë të dilte nga shtëpia menjëherë përmes rrugës më të shpejtë dhe më të sigurt të mundshme. Zërat po afroheshin. Era mund të dëgjonte hapa që vraponin nëpër korridorin kryesor, njerëz që bërtisnin udhëzime, zhurmën e radiove komunikuese që kërcitnin. Ishte çështje kohe derisa dikush të mendonte të kërkonte nëpër korridoret e shërbimit. Përshpejtoi edhe më shumë, duke u kthyer majtas në fund të korridorit dhe duke filluar të zbriste një shkallë të ngushtë. Shkallët ishin më të pjerëta këtu, të ndërtuara për punonjësit që e njihnin rrugën, jo për vizitorët apo emergjencat. Era zbriti sa më shpejt që mundi pa rrezikuar të pengohej me Ledionin në krah. Shkalla çonte në një hol të vogël që lidhte kuzhinën ndihmëse me zonën e jashtme të shtëpisë. Ishte andej që bëheshin dërgesat, ku furnizuesit linin mallat e tyre pa kaluar nga hyrja kryesore. Era kujtonte se e kishte parë nënën e saj duke përdorur atë kalim mira herë përgjatë viteve. Kur mbërriti në fund të shkallës, ndaloi për një moment për të marrë frymë. Ledioni po merrte frymë më mirë tani që ishin larg tymit, por ende duke i trembur. Sytë e tij të mëdhenj blu e shikonin Erën me një besim absolut që bëri që zemra e saj të shtrëngohej. Ai besonte se ajo do ta mbronte. Nuk pyeste, nuk dyshonte. Thjesht besonte. Atëherë dëgjoi zhurmën e xhamit që thyej. Ishte e lartë, sikur një dritare e madhe kishte shpërthyer diku në shtëpi. Pak pas kësaj, një ulërim që dukej se vinte nga thellësitë e tokës. Zjarri po bëhej më i madh, më i dhunshëm. Era ndjeu një valë të re urgjence. Duhej të dilte nga shtëpia tani, përpara se situata të bëhej plotësisht jashtë kontrollit. Dera që çonte jashtë ishte përpara saj. Një derë e thjesht druri e lyer me të bardhë, pa asgjë të veçantë. Por në atë moment, ajo përfaqësonte shpëtimin. Era zgjati dorën te doreza dhe e rrotulloi. Dera nuk u hap. Provoi përsëri, duke shtyrë me më shumë forcë. Asgjë. Dera ishte e mbyllur me çelës. Era ndjeu panikun të ngjitej në fy. Si mund të ishte e mbyllur? Ishte një dalje emergjence, duhej të ishte gjithmonë e hapur. Përveç nëse iu kujtua një bisedë që kishte dëgjuar mes Artanit dhe arkitektit që kishte bërë rinovimet e fundit në shtëpi. Për çështje sigurie, disa dyer kishin kyçje elektronike që mund të hapeshin vetëm nga brenda shtëpisë, duke përdorur një sistem të kompjuterizuar. Ishte një mas për të shmangur hyrjet e paautorizuara, por që tani ishte bërë një burg. Ledioni filloi të qante përsëri, duke ndjerë tensionin e Erës. Ajo e tundi butësisht, duke u përpjekur të ruante qetësinë ndërsa mendonte për alternativa. A kishte dalje të tjera nëpër korridoret e shërbimit? U përpoq të kujtonte të gjitha herët që kishte eksploruar atë zonë të shtëpisë. Po. Kishte një dalje nga lavanderia. Ishte më larg, do të thoshte të kthehej në një pjesë të rrugës dhe të ndiqte një korridor tjetër. Por ishte e vetmja mundësi që i mbetej. Era u kthye dhe filloi të vraponte përsëri, këtë herë në drejtim të lavanderisë që ndodhej në anën tjetër të shtëpisë. Ndërsa vraponte, mund të dëgjonte rrëmujën jashtë. Sirenat që afroheshin, zërat që bërtisnin udhëzime, zhurmën e pajisjeve të rënda që lëviznin. Zjarfiksit po mbërrinin, por ajo nuk mund të priste. Ledioni kishte nevojë për ajër të pastër tani. Lavanderia ishte një dhomë e madhe, plot me makina industriale që Luljeta i përdorte për të kujdesur për rrobat e familjes. Kishte gjithmonë një erë sapuni dhe zbutësi në ajër, të përzier me avullin e makinave tharëse. Por sot ajri ishte ndryshe.
Më i rënd, me një nuancë tymi që kishte arritur të depërtonte edhe aty. Era vrapoi drejt derës së pasme të lavanderisë. Kjo ishte një derë më e vjetër, me bravë mekanike të zakonshme. Rrotulloi dorezën dhe shtyu. Dera u hap. Ajri i freskët i pasdites goditi fytyrën e saj si një bekim. Era mori frym thellë, duke mbushur mushkërit me oksigjen të pastër dhe ndiu Ledionin të bënte të njëjtën gjë. Frymmarrja e djalit u përmirësua pothuajse menjëherë, fërshëllima u paksua teksa mushkërit e tij mbusheshin me ajër të pastër. Ishin në kopshtet e pasme të shtëpisë, një zonë që Era e njihte mirë. Ishte vendi ku zakonisht luante me Ledionin në pasditet e lira, ku Lulieta ndonjëherë nderte rrobat delikate që nuk mund të futeshin në tharëse. Një vend i sigurt, larg rrëmujës që kishte pushtuar pjesën e përparme të vilës. Era eci disa metra, duke u larguar nga shtëpia dhe u ul në bar në një pemë hije plote. Ledioni po merrte frym normalisht tani, sytë e tij kureshtar tashmë po vëzhgonin kopshtet sikur të ishte një shëtitje normale. Për të, aventura kishte mbaruar. Për Erën, pyetjet sapo kishin filluar. Si kishte filluar zjarri? Pse ajo e kishte ndjer Erën përpara se alarmet të binë? Dhe pse instinktet e saj e kishin çuar të vepronte në mënyrë aq të ndryshme nga protokollet e vendosura? Ajo shikoi vilën dhe pa tymin që dilte nga dritaret e katit përdes. Zjarfiksit tashmë ishin në vend ngjarje, tubat e tyre ishin drejtuar drejt flakëve. Makinat e policisë dhe ambulancat bllokonin rrugën kryesore në zonën e Lundrës. Ishte një kaos i kontrolluar, profesionistë që bënin punën e tyre me saktësi ushtarake. Dhe në mes të gjithë asaj, ajo ishte aty, e ulur në bar me Ledionin në krah, dy njerëz që kishin dalë nga shtëpia përmes një rruge që askush tjetër nuk e njihte. Dy njerëz që ishin gjallë dhe të sigurt sepse ajo kishte besuar te intuita e saj në vend që të ndiqte rregullat. Ledioni tregoi me gisht një flutur që ishte ulur mbi një lule pranë tyre. Zëri i tij ishte normal kur tha: "Shiko, Era. Sa e bukur." Ajo buzëqeshi, duke ndjer lot lehtësimi që i rridhnin në fytyrë. Ishin të sigurt. Kundër të gjitha gjasave, kundër të gjitha protokolleve, kundër të gjitha pritshmërive, ata kishin arritur të dilnin nga shtëpia përpara se të shkaktojnë ndonjë dëm real. Por Era e dinte se kjo ishte vetëm pjesa e parë e historisë. Tani do të vinte pjesa më e vështirë, të shpjegonte pse kishte marrë ato vendime, pse kishte injoruar protokollet, pse kishte rrezikuar aq shumë. Dhe, kryesisht, të përballej me faktin se jeta e saj dhe jeta e Ledionit nuk do të ishin kur më të njëjta. Zhurma e zërave që afroheshin bëri që Era të ngrinte kokën. Në anën tjetër të kopshtit, ajo mund të shihte figura që vraponin mes pemëve. Zjarfikës, policë, punonjës të shtëpisë, të gjithë duke kërkuar diçka. Ose dik. Nuk vonoi shumë derisa ajo e kuptoi se po kërkonin për ta. Ledion. Ledion. Zëri i Artanit jehonte në kopsht, i ngarkuar me një dëshpërim që Era nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Burri gjithmonë aq i kontrolluar, gjithmonë aq i sigurt në vete, bërtiste emrin e djalit me një ankth që të thyente zemrën. Era u ngrit shpejt, duke mbajtur ende Ledionin në krah. Djali kishte zënë gjumë në minutat e fundit, i raskapitur nga aventura dhe nga ajri i pastër që më në fund kishte arritur të thithte pa vështirësi. Ajo hezitoi për një moment, pa ditur nëse duhej të bërtiste mbrapsht apo thjesht të ecte drejt zërave. Përpara se të vendoste, një nga zjarfiksit e pa. Këtu, bërtiti burri, duke u bërë shenjë me energji kolegëve. I gjeta. Në çështje sekondash, Era u rrethua nga një turm njerëzish. Zjarfikës, mjek, policë, roja sigurie të shtëpisë, të gjithë duke folur në të njëjtën kohë, duke bërë pyetje, duke verifikuar nëse ajo dhe Ledioni ishin të lënduar. Zhurma e zgjoi djalin, i cili hapi sytë dhe shikoi rreth e rrotull me kureshtje, sikur gjithë ajo lëvizje të ishte një lojë interesante. Artani erdhi duke vrapuar, duke shtyrë njerëzit për të mbërritur te djali. Kur pa Ledionin zgjuar dhe me sa dukej mirë në krahët e Erës, ndaloi pa pritur. Për një moment, ai thjesht qëndroi aty, duke i shikuar të dy sikur nuk mund të besonte atë që po shihte. Babi. Ledioni zgjati krahët e vegjël dhe Artani e mori menjëherë, duke e shtrënguar pas kraharorit me një forcë që bëri Erën të shqetësohej se mos po e lëndonte djalin. Por Ledioni qeshi, me sa dukej duke gjetur kënaqësi në reagimin dramatik të atit. O Zot, murmuriste Artani, duke puthur majën e kokës së djalit vazhdimisht.
Mendova se. Ai nuk arriti ta mbaronte fjalin. Era pa lot që I rridhnin në fytyrë burrit, diçka që ajo kur nuk e kishte imagjinuar se mund të ndodhte. Artan Kastrati, magnati I pamëshirshëm që drejtonte kompani multinacionale, po qante nga lehtësimi në kopshtet e shtëpisë së tij. Ku ishit? Artani më në fund shikoi Erën dhe ajo mund të shihte një përzierje lehtësimi dhe konfuzioni në sytë e tij. Si dolët nga shtëpia? Askush nuk ju pa të kalonit nga hyrja kryesore. Përpara se Era të mund të përgjigjej, mbërriti Genci. Shefi I sigurisë ishte dukshëm I tronditur, djersët I rridhnin në fytyrë, uniforma I ishte rrudhur. Ai shikoi Erën me një shprehje që përziente lehtësimin me diçka që dukej si dyshim. Zoti Kastrati, tha Genci, duke u përpjekur të rifitonte kontrollin e situatës. Duhet të kuptojmë se çfarë ndodhi. Informacioni I fundit që kishim ishte se djali ishte në dhomën e tij, në katin e 2. Si mbërriti këtu? Era ndjeu të gjithë sytë të ktheheshin drejt saj. Ishte një moment që ajo e kishte parashikuar, por për të cilin nuk ndihej e përgatitur. Si të shpjegonte veprimet e saj pa u dukur se kishte vepruar në mënyrë të papërgjegjshme? Si të justifikonte që kishte injoruar protokollet e sigurisë të vendosura? Filloi ajo, por u ndërprej nga mbërritja e Teutës. Gruaja vinte duke vrapuar në përkopsht, ende e veshur me fustanin elegant që kishte veshur për aktivitetin e bamirësisë të pastites. Takat e saj të larta fundoseshin në barin e butë, por ajo as nuk dukej se e vërente. Kur pa Ledionin të sigurt në krahët e Artanit, lëshoi një britmë lehtësimi dhe u bashkua me përqafimin familjar. Baby im, pëshpëriste, duke kaluar duart nëpër kaçurrelat e Ledionit. Baby im është mirë. Ledioni, qartësisht I parehatshëm me gjithë atë emocion, filloi të lëvizte në krahët e prindërve. Ai shikoi mbi shpatullën e Artanit, duke kërkuar Erën me sy, sikur donte të kuptonte pse të gjithë po silleshin në mënyrë aq të çuditshme. Ishte Teuta ajo që e para ju drejtua Erës drejt për drejt. E dashur, tha ajo, duke lëshuar Artanin dhe Ledionin dhe duke ecur drejt saj. Je mirë? Je vrarë? Era tundi kokën, duke u ndier e vogël para vëmendjes së të gjithëve. Jam mirë, zonja Teuta. Të dy jemi mirë. Por si dolët nga shtëpia, insistoi Genci. Verifikuam të gjitha daljet kryesore dhe askush nuk ju pa të kalonin. Era mori frym thellë. E dinte se do t'i duhej të shpjegonte herët avon. Përdora korridorin e shërbimit, tha thjesht. Dola nga lavanderia. Genci rudhi ballin. Korridorin e shërbimit? Por kjo është. Ai ndaloi, qartësisht duke u përpjekur të procesonte informacionin. Kjo është kundër të gjitha protokolleve të evakuimit. Në një emergjencë, të gjithë njerëzit duhet të drejtohen drejt daljeve kryesore ku mund të numërohen dhe ndihmohen. E di, tha Era, duke ndier faqet t'i digjinin. Por Ledioni po kishte vështirësi në frymëmarrje. Tymi ishte shumë I dendur në shkallën kryesore dhe ai ka probleme me frymëmarrjen. Mendova se do të ishte më mirë. Ti mendove? Genci e ndërpreu, zëri I tij po bëhej më I ashpër. Ti nuk je e trajnuar për të marrë këtë lloj vendimi në një emergjencë. Mund të ishe humbur, mund ta kishe çuar fëmijën në një zonë më të rrezikshme, mund të. Genci. Zëri I Artanit ishte I ulët, por I ngarkuar me autoritet. Ajo shpëtoi djalin tim. Shefi I sigurisë mbylli gojen, por Era mund të shihte se ai nuk ishte I bindur. Kishte diçka në sytë e tij që e bënte të ndihej e pasigurt, sikur ai dyshonte se kishte më shumë në histori se sa ajo po tregonte. Pikërisht atëherë u shfaq Lulieta. Nëna e Erës vinte duke vrapuar në përkopsht, fytyra e saj ishte e zbek nga shqetësimi. Kur pa vajzën e saj të plotë dhe të sigurt, këmbët e saj u dukën se dështuan për një moment. Ajo u pengua dhe pothuajse ra, duke u mbajtur nga një prej policëve. Era, bërtiti ajo, duke rifituar ekuilibrin dhe duke vrapuar drejt vajzës. Vajza ime, o Zot, unë mendova. Lulieta e mbështolli Erën në një përqafim të ngushtë dhe vetëm atëherë Era e kuptoi se sa shumë po dridhej. Adrenalina që e kishte mbajtur të fokusuar gjatë gjithë arratisjes po fillonte të kalonte dhe trupi I saj më në fund po reagonte ndaj stresit të asaj që kishte ndodhur. Gjithçka është në rregull, mami, përshpëriti, duke ndier lotët që më në fund erdhën. Jemi të gjithë mirë.
Lulieta u largua pak për të shikuar vajzën, duart e saj ekzaminonin fytyrën e erës në kërkim të lëndimeve. Kur më thanë se kishte një zjarr dhe se ju nuk po gjendeshit, unë. Ajo nuk arriti ta mbaronte fjalin, lotët e saj e pengonin të nxirrte fjalët. Artani ju afrua atyre, duke mbajtur ende Ledionin. Lulieta, tha ai, zëri i tij ishte më i butë se sa era e kishte dëgjuar kurrë. Vajza jote shpëtoi Ledionin. Nuk di si t'ju falenderoj. Lulieta shikoi Artanin, pastaj erën, pastaj përsëri Artanin. Kishte një shprehje të çuditshme në fytyrën e saj, sikur po përpiqej të kuptonte saktësisht se çfarë kishte ndodhur. Çfarë bëre, Era? Pyeti Lulieta butësisht. Era tregoi historinë përsëri, këtë herë me më shumë detaje. Foli për ndjenjen e erës së tymit përpara se të binë alarmet, për njohjen e shenjave të vështirësisë në frymëmarrje të Ledionit, për vendimin për të përdorur korridorin e shërbimit në vend të rrugës standarde. Teksa fliste, mund të shihte shprehjet e të rriturve rreth saj duke ndryshuar. Teuta po e shikonte me diçka që dukej si admirim. Artani tundi kokën ngadalë, sikur po procesonte implikimet e asaj që ajo kishte bërë. Lulieta dukej krenare, por edhe e shqetësuar. Dhe Genci. Genci vazhdonte me atë shprehje dyshuese. Ti tha se ndjeve erën e tymit përpara se alarmet të binë, pyeti një nga zjarfiksit. Sa kohë përpara? Era mendoi. Disa minuta, ndoshta. Në fillim, ishte shumë e lehtë. Zjarfiksi shkëmbeu shikime me një koleg. Kjo është e rëndësishme. Sistemi ynë i detektimit duhet të kishte kapur çdo shenjë tymi shumë përpara se të ishte i dallueshëm nga nuhatja njerëzore. Po sugjeroni se ka diçka që nuk shkon me sistemin ton të sigurisë, pyeti Artani, zëri i tij po bëhej më i ftohtë. Po sugjeroj se do t'i hetojmë të gjitha me shumë kujdes, u përgjigj zjarfiksi në mënyrë diplomatike. Genci doli përpara. Zoti Kastrati, me lejen tuaj, do të dëshiroja të kryeja hetimin tim mbi incidentin. Ka disa aspekte që ai shikoi erën shpejt, që duhen sqaruar. Era ndjeu një të ftohtë në stomak. Kishte diçka në mënyrën se si Genci e shikonte që e bënte të ndihej jashtëzakonisht e pasigurt. Ishte sikur ai dyshonte se ajo dinte më shumë për zjarrin se sa po pranonte. Ledioni, i cili kishte qëndruar i qetë gjatë gjithë bisedës, papritur zgjati krahët e vegjël drejt erës. Era, tha me zërin e tij fëminor. Luan me mua? Thjeshtësia e kërkesës preu të gjithë tensionin e momentit. Era buzëqeshi dhe zgjati duart për ta marrë, por Artani hezitoi për një sekond përpara se ta dorëzonte. Ndoshta është më mirë të pushosh, tha Artani butësisht. Ke kaluar shumë sot. Por Ledioni insistoi dhe më në fund Artani ja dorëzoi erës. Djali u struk pas saj siç bënte gjithmonë, sikur asgjë e jashtëzakonshme të mos kishte ndodhur. Më trego një përrall, kërkoi Ledioni, duke groposur fytyrën në qafën e erës. Dhe ndërsa era filloi të tregonte një përrall për flutura dhe kopshte magjike, ajo mund të ndjente sytë e të rriturve mbi të. Disa me mirënjohje, të tjerë me admirim, por të paktën një me një dyshim që ajo nuk mund ta kuptonte. Çfarë mendonte Genci se ajo kishte bërë? Dhe pse veprimi i saj heroik për të shpëtuar Ledionin dukej se po gjeneronte më shumë pyetje se sa përgjigje? Teksa dielli fillonte të perëndonte dhe lëvizja rreth vilës gradualisht po paksohej, era e kuptoi se jeta e saj kishte ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme. Nuk ishte më thjesht vajza e shërbyeses që kujdesej për Ledionin në kohën e lirë. Tani ajo ishte vajza që kishte shpëtuar trashëgimtarin e një prej familjeve më të fuqishme të vendit. Dhe me këtë rol të ri, vinin përgjegjësi dhe pasoja që ajo sapo kishte filluar t'i kuptonte. 2 javë pas zjarrit, vila kishte rifilluar një pamje normaliteti. Muret e djegura u lyejnë përsëri, pajisjet e dëmtuara u ndërruan dhe jeta e familjes Kastrati vazhdonte ritmin e saj të zakonshëm. Por për erën, asgjë nuk ishte njësoj. Artani kishte insistuar që ajo dhe Lulieta të shpërnguleshin përkohësisht në një nga dhomat e miqve të vilës, duke pretenduar se do të ishte më sigurt derisa të përfundonin të gjitha hetimet. Ishte hera e parë që era flinte në një krevat me çarçaf mëndafshi egjiptian dhe zgjohej duke parë një kopsht përmes dritareve të mëdha franceze. Lulieta ishte dukshëm e pasigurt me situatën. Gjatë gjithë viteve duke punuar për familjen, ajo kishte mbajtur një distancë respektuese, duke i kujtuar gjithmonë erës vendin e saj në hierarkinë e shtëpisë.
Tani, pa pritur, ato po trajtoheshin pothuajse si familje dhe Luljeta nuk dinte mirë si të sillej. Mos u mëso, murmuriste Luljeta ndërsa rregullonte rrobat në dollapin luksoz. Kjo është vetëm e përkohshme. Së shpejti do të kthehemi në shtëpinë tonë. Por Era nuk ishte e sigurt nëse donte të kthehej. Për herë të parë në jetë, Ledioni mund të shfaqej thjesht në dhomën e saj në çdo kohë për të luajtur. Nuk kishte më formalitetin e orareve të punës, nuk kishte më nevojën për të fshehur nëpër korridoret e shërbimit. Teuta e trajtonte me një përzemërsi të veçantë, duke e pyetur gjithmonë për mendimin e saj mbi dekorimin ose duke i kërkuar ndihmë për të zgjedhur rrobat për Ledionin. Dhe Artani. Artani kishte ndryshuar plotësisht. Burri që më parë vështirë se e vinte re praninë e saj, tani e përshëndeste çdo mëngjes, e pyeste për studimet e saj, dhe madje i kërkoi Luljetës të organizonte një mësues privat për të siguruar që Era të mos mbetet pas në shkollë gjatë kësaj periudhe ndryshimi. Por jo gjithçka ishte e bukur. Genci vazhdonte ta shikonte në mënyrë të çuditshme. Në 2 javët pas zjarrit, ajo e kapi disa herë duke e vëzhguar nga larg, sikur po studionte çdo lëvizje që ajo bënte. Kishte diçka në sytë e tij që e bënte të ndihej e pasigurt, një dyshim që ai nuk mundej ose nuk donte ta shprehte. Ishte një mëngjes të martë që gjithçka ndryshoi përsëri. Era ishte në kopsht me Ledionin, duke e mësuar atë të identifikonte lloje të ndryshme lulesh, kur pa Gencin duke u afruar me një burr që ajo nuk e njihte. I huaj mbante një kostum gri dhe një çantë lëkure. Kishte pamjen e dikujt të rëndësishëm, nga ai lloj njeriu që Artani zakonisht e priste në zyrën e tij për mbledhje serioze. Era, tha Genci, zëri i tij ishte i sjellshëm por i prerë. Ky është hetuesi Saimir Hoxha. Ai do të dëshironte të bënte disa pyetje rreth zjarrit. Saimiri zgjati dorën me një buzëqeshje që nuk i mbërrinte të sy. Kënaqësi të të njoh, zonjush. Mund të bisedojmë privatisht? Era shikoi Ledionin, i cili ishte i shpërndar duke ndjekur një flutur. Nuk donte ta linte vetëm, por gjithashtu e dinte se nuk mund të refuzonte të fliste me hetuesin. Luljeta mund të kujdeset për të, tha Genci, sikur t'i lexonte mendimet. Ajo është në kuzhinë duke përgatitur vaktin e pasdites. Era pohoi me hezitim dhe ndoqi 2 burrat deri në një zonë më të rezervuar të kopshtit, larg shtëpisë dhe veshëve kureshtar. Saimiri u ul në një stol hekuri dhe hapi çantën e tij, duke nxjerrë një blok shënimesh dhe një stilolaps. Mos u shqetëso, tha ai, duke vënë re tensionin e saj. Janë vetëm disa pyetje rutinë për të plotësuar raportin ton. Por pyetjet nuk ishin as pak rutinë. Saimiri donte të dinte saktësisht se kur ajo e kishte ndjerë erën e tymit për herë të parë. Donte detaje mbi vendimin e saj për të përdorur korridorin e shërbimit. Donte të dinte nëse ajo kishte vënë re diçka të çuditshme në ditët përpara zjarrit. Njerëz të ndryshëm në shtëpi, zhurma të çuditshme, çdo gjë jashtë të zakonshmes. Pse këto pyetje? Era më në fund pyeti. Mendova se zjarri kishte qenë një aksident. Saimiri dhe Genci shkëmbyen shikime. Ishte Saimiri ai që u përgjigj. E po, këtu gjërat bëhen interesante. Hetimi ynë zbuloi disa parregullsi në sistemin e detektimit të zjarrit. Dikush kishte çaktivizuar disa sensor në zonën ku zjarri filloi. Era ndjeu gjakun t'i ngrinte. Çaktivizuar? Si kështu? Dikush me njohuri teknike dhe akses në sistemet e shtëpisë sabotoi me qëllim detektorët e tymit. Zjarri ishte i qëllimshëm. Informacioni e goditi si një grusht në stomak. Zjarri nuk kishte qenë një aksident. Dikush kishte tentuar çfarë? Të shkatëronte shtëpinë? Të lëndonte familjen? Por pse, pyeti ajo, zëri i saj doli më i dobët se sa kishte ndërmend. Kjo është saktësisht pyetja që po përpiqemi t'i japim përgjigje, tha Genci, sytë e tij ishin të fiksuar në fytyrën e erës. Dhe kjo është arsyeja pse historia jote është aq e rëndësishme. Ti ishe i vetmi person në shtëpi që vuri re shenjat e zjarrit përpara se alarmet të binë. Kjo është e jashtëzakonshme. Kishte diçka në mënyrën se si ai tha e jashtëzakonshme që e bëri erën të ndihej akuzuar. Çfarë po lini të kuptohet? Saimiri u përkul përpara. Nuk po lëm të kuptohet asgjë, thjesht po eksplorojmë të gjitha mundësitë. Ti njeh sistemet e shtëpisë shumë mirë, apo jo? Je rritur këtu, njeh çdo kënd. Po, por
Dhe ti e dije saktësisht se ku të gjeje një rrugë shpëtimi alternative kur protokollet normale dështuan. Era ndjeu zemërimin të ngjitej. Po më akuzoni për diçka? Askush nuk po akuzon askënd, tha agenci shpejt, por sytë e tij thoshin të kundërtën. Po përpiqemi thjesht të kuptojmë se si dikush mori akses në sistemet e sigurisë të shtëpisë. Është një rreth shumë i vogël njerëzish që e kanë këtë njohuri. Atëherë Era e kuptoi se çfarë po ndodhte. Ata dyshonin se ajo kishte shkaktuar zjarrin. Se në një farë mënyre ajo kishte sabotuar sistemet, kishte provokuar zjarrin dhe më pas ishte hequr si heroin duke shpëtuar Ledionin. Por pse ajo do të bënte diçka të tillë? Ju mendoni se unë e shkaktova zjarrin, tha ajo, më shumë si një pohim se sa si një pyetje. Sajmiri mbylli bllokun e tij të shënimeve. Mendojmë se ti mund të kesh informacione që nuk e kupton se i ke. Mund të kesh parë diçka, dëgjuar diçka që mund të na ndihmonte të identifikonim fajtorin e vërtetë. Por Era mund të shihte përmes diplomacisë së tij. Dyshimet ishin aty, të qarta si drita. Ajo ishte e dyshuara kryesore sepse ishte ajo që do të përfitonte më shumë nga situata. Përpara zjarrit, ajo ishte thjesht vajza e shërbyeses. Pas tij ishte bërë heroina e familjes, praktikisht e adoptuar nga familja Kastrati. Mund të shkoj tani? Pyeti ajo, duke u ngritur. Sigurisht, tha Sajmiri. Por nëse kujton çdo gjë, çdo detaj që mund të kesh harruar, mos hezito të na kërkosh. Era eci mbrapsht drejt shtëpisë me këmbët që i dridheshin. Biseda kishte tronditur të gjithë botën e saj. Jo vetëm që zjarri kishte qenë i qëllimshëm, por ajo po konsiderohej si fajtorja e mundshme. Si ishte komplikuar jeta e saj aq shumë në një kohë aq të shkurtër. Kur mbërriti në kuzhinë, gjeti Lulietën duke përgatitur një vakt për Ledionin. Djali ishte ulur në tavolinë, duke lëkundur këmbët e vogla dhe duke treguar një histori të ndërlikuar për fluturat që kishte parë në kopsht. Era, bërtiti ai kur e pa, duke kërcyer nga karrigia për të vrapuar drejt saj. Ku ishe? Gjyshja Lulieta tha se duhej të flisje me burra të mërzitshëm. Lulieta e qortoi butësisht. Ledion, nuk është e sjellshme t'i quash njerëzit të mërzitshëm. Por Era pothuajse nuk dëgjoi. Mendja e saj po rrotullohej, duke u përpjekur të procesonte gjithçka që kishte zbuluar. Dikush kishte tentuar të shkaktonte dëme serioze te familja Kastrati dhe tani ajo po konsiderohej si fajtore e mundshme. Era. Lulieta vuri re zbetësinë e saj. Çfarë ke? Çfarë donin ata burra? Era shikoi Ledionin, i cili po e vëzhgonte me sytë e tij të mëdhenj blu plot besim dhe dashuri. Si mund të mendonte dikush se ajo do të bënte diçka që mund ta lëndonte atë? Mami, tha ajo me zë të ulët, mendoj se jemi në telashe. Ishte në atë moment që Artani hyri në kuzhinë. Ai duke i tensionuar, rrobat e tij ishin të rrudhura sikur kishte kaluar dorën nëpër flok shumë herë. Kur pa Erën, shpreha e tij u bë edhe më serioze. Era, duhet të flas me ty, tha ai. Në zyrën time. Tani. Lulieta u zbe. Zoti Artan, nëse ka ndonjë problem. Problemi nuk është me ty, Lulieta, Artani e ndërpreu, por toni i tij nuk ishte shumë qetësues. Është rreth hetimeve të zjarrit. Era ndoqi Artanin deri në zyrë, duke u ndjerë sikur po ecte drejt ekzekutimit të saj. Çfarë kishte zbuluar ai? Çfarë i kishin treguar Sajmiri dhe Genci? Zyra e Artanit ishte një tempull i modernitetit. Ekran gjigant tregonin grafik financiar në kohë reale, telefonat bini vazhdimisht dhe kishte gjithmonë një pirë dokumentesh që prisnin nënshkrimin e tij. Por sot gjithçka ishte e fikur, në heshtje. Artani mbylli derën dhe bëri shenjë që ajo të ulej në një nga koltukët prej lëkure përballë tavolinës së tij. Ai nuk ul menjëherë, në vend të kësaj qëndroi në këmbë duke parë nga dritarja që jepte nga kopshtet ku Ledioni ende luante me Lulietën. Era, tha ai më në fund, duke u kthyer për ta parë. Duhet që ti të jesh plotësisht e sinqert me mua. A ka diçka rreth zjarrit që nuk ma ke treguar? Pyetja e kapi në befasi. Ajo priste akuza, jo pyetje të sinqerta. Jo, zotëri. Tregova gjithçka saktësisht siç ndodhi. Artani studioi fytyrën e saj për një moment të gjatë. Hetuesit besojnë se zjarri ishte i qëllimshëm. Dikush sabotoi sistemet tona të sigurisë. E di. Ata më treguan.
Dhe ata gjithashtu treguan se ti konsiderohesh si një nga të dyshuarat kryesore. Fjalët ranë si bomba në heshtjen e zyrës. Era ndjeu lotët t'i digjnin syt, por u detyrua të mos qante. Unë kur nuk do të bëja asgjë për të lënduar Ledionin, tha ajo, zëri i saj po dridhej. Ose ju, ose zonjën Teuta. Kjo familje ju jeni gjithçka që unë kam. Artani u afrua dhe u ul në koltukun pranë saj, një afërsi fizike që ishte plotësisht e re për ta. Unë të besoj ty, tha ai thjesht. Por duhet që ti të kuptosh pozicionin në të cilin jemi. Provat nuk janë në favorin tënë. Çfarë provash? Artani pshertiu. Ti e njeh shtëpinë më mirë se çdo person tjetër përveç nesh. Ti kishe akses në sistemet përmes punës së nënës tënde. Ti ishe i vetmi person që vuri re zjarrin përpara alarmeve. Dhe ti përfitove ndjeshëm nga situata. Çdo pikë ishte si një thik. Era mund të shihte se si, nga jashtë, historia e saj dukej e dyshim. Por unë shpëtova Ledionin, protestoi ajo dobët. Po, ti e shpëtove. Dhe kjo është arsyeja pse unë të besoj. Por hetuesit e shohin këtë në mënyrë të ndryshme. Ata mendojnë se ti mund ta kesh shkaktuar zjarrin dhe më pas të jesh vendosur si heroin për të fituar besimin ton dhe për të ndryshuar pozicionin tënd në familje. Mizoria e akuzës e la pa fjalë. Si mund të mendonte dikush se ajo do të përdorte Ledionin, një fëmijë të pafajshëm, në mënyrë aq llogaritëse? Çfarë do të ndodhë me mua? Pyeti ajo. Artani qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë. Kur më në fund foli, zëri i tij ishte i ngarkuar me emocion. Unë do të mbroj, Era. Pa marrë parasysh se sa kushton, pa marrë parasysh se çfarë do të më duhet të bëj. Ti shpëtove djalin tim dhe unë kur nuk do ta harroj këtë. Por ti duhet të më ndihmosh. Nëse ka diçka, çdo gjë që ti mund të kesh parë ose dëgjuar, duhet ta di. Era mbylli syt, duke u përpjekur të kujtonte çdo detaj të ditëve përpara zjarrit. A kishte diçka? Diçka që mund të kishte kaluar pa u vënë re? Dhe atëherë u kujtua. Një bisedë që kishte dëgjuar pa dashje disa ditë përpara zjarrit. Zëra që përshpëritnin në korridorin e shërbimit vonë natën. Në atë kohë, mendoj se ishin thjesht punonjës duke biseduar, por tani. Ka një gjë, tha ajo ngadalë. Mund të mos jetë asgjë, por. Artani u përkul përpara, në pritje. Dhe Era filloi të tregonte rreth natës kur kishte dëgjuar zëra të çuditshëm në shtëpi, zëra që nuk I kishte njohur, duke folur rreth ndryshimeve dhe mundësive. Një bisedë që në atë kohë nuk kishte bërë sens, por që tani mund të ishte çelësi për të zbuluar se kush kishte tentuar vërtet të shkatëronte familjen Kastrati. Kujtimi erdhi në fragmente, si pjesë të një puzlei që Era I kishte ruajtur pa e ditur rëndësinë e tyre. Ishte një natë e enjte, 3 ditë përpara zjarrit. Ajo kishte zbritur në kuzhinë për të marrë një gotë ujë për Ledionin, I cili kishte etje pas një krize të lehtë frymëmarrjeje gjatë pasdites. Ishin 2 zëra, I tregoi Artanit, duke mbyllur syt për t'u përqendruar më mirë në kujtim. Njërin nuk e njoha, por tjetri duke I njohur, ndonse nuk mundesha të identifikoja se prej nga. Artani po e vëzhgonte intensivisht, sikur çdo fjalë ishte vendimtare. Çfarë po thoshin? Zëri I panjohur fliste rreth një mundësie unike, diçka rreth shfrytëzimit të një situate delikate. Dhe personi tjetër u përgjigj se do të ishte shumë e rrezikshme, se kishte mënyra të tjera. Era bëri një pauzë, duke u përpjekur të rifitonte më shumë detaje. Ata përmendën diçka rreth sistemeve, rreth pasjes së aksesit në informacione të rezervuara. Në atë kohë, mendova se ishte rreth ndonjë biznesi që ju po bënit, ndoshta investitor duke diskutuar strategji. Sa ishte ora? Vonë, pas mesnatës. Isha zbathur, kështu që munda të afrohesha pa bërë zhurmë. Ata ishin në korridorin që çonte zona teknike e shtëpisë, pranë serverëve dhe sistemeve të sigurisë. Artani u ngrit papritur dhe eci deri te dritarja. Era mund të shihte se mendja e tij po punonte me shpejtësi, duke procesuar implikimet e asaj që ajo kishte treguar. Era, tha ai pa u kthyer, a do të mund të njihje zërin e njohur nëse do ta dëgjoje përsëri? Mendoj se po. Ishte dikush që unë e kisha dëgjuar më parë, por nuk mundesha të kujtoja se ku. Artani mori telefonin në tavolinën e tij dhe formoi një numër shpejt. Genci, duhet që ti të vish në zyrën time menjëherë. Dhe sjell Sajmirin me vete. Ai bëri një pauzë.
Dhe Genci sjell gjithashtu skedaret e audios së komunikimeve të sigurisë të javës së kaluar. Ndërsa prisnin, Artani i shpjegoi erës se e gjithë shtëpia kishte një sistem regjistrimi diskret në zonat e sigurisë, kryesisht për të monitoruar biseda të dyshimta ose aktivitete të paautorizuara. Ishte një mas standarde për një familje me profilin e tyre, por era kur nuk e kishte ditur ekzistencën e një sistemi të tillë. Genci mbërriti 10 minuta më vonë, i shoqëruar nga Sajmiri dhe duke mbajtur një laptop. Shpreja e tij ishte serioze dhe era vuri re se ai shmangte ta shikonte direkt atë. Zoti Kastrati, tha Genci, ju thoni se ishte urgjente. Era kujtoi diçka të rëndësishme rreth natës përpara zjarrit, tha Artani. Ajo dëgjoi 2 njerëz duke biseduar pranë sistemeve teknike të shtëpisë. Sajmiri hapi bllokun e tij të shënimeve menjëherë. Çfarë ore? A mund t'i identifikoj ajo zërat? Artani bëri shenjë që Genci të hapte laptopin. Për këtë na duhen skedaret e audios. Nëse arrim të riprodhojmë regjistrimet e asaj nate, era mund të përpiqet të identifikojë zërat. Genci hezitoi për një moment, gishtat e tij qëndronin mbi tastier. Zotëri, regjistrimet e asaj jave u komprometuan. Komprometuan si? Dikush fshiu skedaret e audios të 3 netëve përpara zjarrit. Menduam se ishte një gabim teknik, por tani. Sajmiri u përkul përpara. Tani duket se u fshin me qëllim për të mbuluar provat. Heshtja në zyrë ishte e tensionuar. Era mund të ndjente se zbulimi i saj kishte ndryshuar plotësisht drejtimin e hetimit. Nuk ishte më rreth asaj nëse zjarri ishte i qëllimshëm, tani ishte rreth zbulimit se kush e kishte planifikuar gjithçka aq me kujdes. A ka mënyra të tjera për të identifikuar se kush ishte në shtëpi atë natë, pyeti Artani. Genci konsultoi disa ekran në laptop. Kemi regjistrat e hyrjes dhe daljes së sistemit të kartave të aksesit. Mund të verifikoj se kush pati akses në zonat teknike në javën përpara zjarrit. Ndërsa Genci shkruante, era u përpoq të kujtonte më shumë detaje të bisedës që kishte dëgjuar. Kishte diçka më shumë, diçka që ajo ndjente se ishte e rëndësishme, por që nuk mundej ta aksesonte plotësisht. Këtu, tha Genci, duke kthyer ekranin që Artani të mund ta shihte. Këta janë të gjithë njerëzit që patën akses në zonat teknike në javën përpara zjarrit. Era pa një listë emrash në ekran. Luljeta ishte aty, gjë që bënte sens pasi ajo pastronte të gjitha zonat e shtëpisë. Genci ishte gjithashtu, si dhe disa teknik mirëmbajtjeje dhe 2 emra që ajo nuk i njohu. Kush janë Arjan Meta dhe Filip Karaj, pyeti Artani. Arjani është tekniku i ri i sistemeve që punësuam muajin e kaluar, shpjegoi Genci. Filipi është nga departamenti i TI i kompanisë suaj kryesore. Ai erdhi për të bërë disa përditësime në serveret e shtëpisë. Sajmiri shënoi emrat shpejt. Duhet t'i marrim në pyetje këta 2 njerëz menjëherë. Atëherë era u kujtua për diçka vendimtare. Zëri i njohur, tha ajo papritur, duke bërë që të gjithë të ktheheshin drejt saj. Mendoj se e di se ku e kam dëgjuar më parë. Ku? Pyeti Artani. Ishte në një nga videokonferencat tuaja. Ju gjithmonë e lini derën e zyrës gjysmë të hapur kur flisni me investitorët evropian, dhe unë kalova andej disa herë duke çuar gjëra për zonjën Teull. Një nga zërat atë natë ishte i dikujt që merr pjesë rregullisht në ato mbledhje. Artani u zbe. Je e sigurt? Jo plotësisht, por po, mendoj se ishte dikush nga rrethi juaj i biznesit. Dikush që e njeh mirë rutinën tuaj, që e di kur i bëni mbledhjet, kur shtëpia është më e prekshme. Sajmiri mbylli bllokun e tij të shënimeve me forcë. Kjo ndryshon gjithçka. Nuk po kërkojmë më një punonjës të pakënaqur apo një kriminal të zakonshëm. Po kërkojmë dik nga brenda rrethit tuaj sipërmarrës. Artani eci deri te dritarja përsëri, por këtë herë era mund të shihte tensionin në shpatullat e tij. Ideja se dikush i afërt, dikush te i cili kishte besim profesionalisht, mund të kishte tentuar të dëmtonte familjen e tij ishte qartësisht shkatërruese. Më duhen regjistrimet e të gjitha videokonferencave të javës përpara zjarrit, i tha Artani Gencit. Dhe dua një listë të plotë të gjithë pjesëmarrësve rregull. Genci pohoi, por kishte diçka në shprehjen e tij që e la erën të pasigurt. Ai duke i lehtësuar, sikur një dyshim i ishte konfirmuar në vend që një surprizë të ishte zbuluar. Ka diçka më shumë, tha era, dyshimi po rritej në mendjen e saj.
Atë natë që dëgjova bisedën, njëri nga njerëzit përmendi se do të ishte më e lehtë të vepronin gjatë mbledhjeve të së enjtes mbrëma, sepse ju gjithmonë qëndroni në zyrë deri shumë vonë në ato mbledhje. Artani u kthye vrullshëm. Si dinin ata oraret e mia specifike të së enjtes? Vetëm njerëz shumë të afërt e njohin këtë rutinë, tha Sajmiri mendueshëm. Familja juaj, punonësit e vjetër dhe ndoshta disa partnerë biznesi shumë intim. Atëherë era vuri re Gencin duke lëvizur në mënyrë diskrete një dorë drejt xhepit, sikur po përpiqej të fshite diçka ose të kapte ndonjë objekt. Një lëvizje pothuajse e padallueshme, por që aktivizoi të gjithë instinktet e saj të alarmit. Genci, tha ajo papritur, ku ishe ti natën e së enjtes, 3 ditë përpara zjarrit? Burri ngriu, dora e tij ndaloi në mes të lëvizjes. Pse dëshiron ta dish? Sepse mendoj se njoh zërin tënd. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Sajmiri shikoi Gencin me një shprehje të re, sikur po e shihte për herë të parë. Artani u kthye plotësisht nga dritarja, fytyra e tij tregonte një përzierje tronditjeje dhe kuptimi në rritje. Genci pshertiu thellë, qëndrimi i tij ndryshoi plotësisht. Maskat e profesionistit të përkushtuar ran, duke zbuluar diçka shumë më të errët poshtë. Ti nuk duhej ta kujtoje këtë, tha ai, zëri i tij tani ishte i ftohtë dhe llogaritës. Genci, tha Artani, zëri i tij ishte i ulët por i ngarkuar me autoritet, çfarë bëre? Genci qeshi, por nuk kishte humor në atë tingull. Çfarë bëra? Unë e mbrojta këtë familje për 5 vite. 5 vite duke i dedikuar jetën time mbajtjes suaj të sigurt. Dhe cila ishte shpërblimi im? Një rrogë mesatare ndërsa ju shpenzoni në një javë më shumë se sa unë fitoj në një vit. Sajmiri ishte lëvizur në mënyrë subtile, duke u pozicionuar mes Gencit dhe derës. Kështu që vendose të merrja atë që mendoje se meritoje? Plani ishte i thjeshtë, vazhdoi Genci, sikur të ishte një lehtësim që më në fund mund të tregonte. Një zjarr i vogël, i kontrolluar, pa lëndime reale. Mjaftueshëm vetëm për të aktivizuar sistemet e sigurimit dhe për të shkaktuar disa shqetësime. Filipi do të më ndihmonte me aspektet teknike në këmbim të një pjese të pagesës së sigurimit. Por diçka shkoi keq, tha Era, pjesët po bashkoheshin në mendjen e saj. Ti shkove keq, Genci e shikoi me zemërim. Nuk ishte në llogarit tona që dikush do ta vërente zjarrin aq herët. Nuk e dinim që ti ishe në shtëpi atë natë, as që i njihje të gjitha rrugët alternative. Artani bëri një hap në drejtim të Gencit, por Sajmiri e mbajti. Ti vendose djalin tim në rrezik, tha Artani, zëri i tij dridhej nga zemërimi i përmbajtur. Djali juaj kur nuk ishte në rrezik real, u kundërpërgjigj Genci. Zjarri u planifikua të fillonte larg dhomave të banimit. Do t'i kishim evakuar të gjithë me siguri shumë përpara çdo dëmi serioz. Përveç që ti çaktivizove sistemet e detektimit, tha Sajmiri. Pato, zjarri mund të ishte përhapur përtej asaj që ju planifikua. Genci qëndroi në heshtje për një moment dhe Era pa për herë të parë një shprehje pendimi në fytyrën e tij. Ndoshta ai më në fund po kuptonte se sa afër kishte mbërritur shkaktimit të një tragjedie reale. Dhe ti tentove të më inkriminoje, tha Era, zemërimi i saj më në fund po shpërthente. Ti e dije se unë do të isha e dyshuara kryesore. Kjo ishte një komplikim i papritur, pranoi Genci. Kur ti shpëtove Ledionin, u bë e nevojshme të devionim vëmendjen nga ne te ti ishte Sajmiri, ai që sugjeroi të eksploronim këndin se ti e kishe shkaktuar zjarrin për të fituar status në familje. Era shikoi Sajmirin me tmerr. Ju të dy ishit duke punuar bashkë gjatë gjithë kohës. Sajmiri pshertiu, qartësisht duke e kuptuar se nuk kishte më si ta mohonte. Plani ishte i përsosur derisa ti ndërhyeve. Genci njihte të gjitha sistemet e sigurisë, unë njihja ligjet e sigurimeve dhe hetimet. Do të ishte e pamundur të na gjurmonin. Përveç që ju nuk llogaritet heroinën e papritur, tha Artani, duke shikuar Erën me një përzierje krenarie dhe mirënjohjeje që bëri që zemra e saj të ngrohej. Atëherë Sajmiri nxori diçka nga brenda xhaketës. Nuk ishte një armë, por një pajisje e vogël elektronike që Era nuk mundi ta identifikonte. Më vjen keq që mbërriti deri këtu, tha Sajmiri, duke drejtuar pajisjen drejt tyre. Por nuk mund të lejojmë që kjo bisedë të dalë nga kjo zyrë. Dhe përpara se çdo kush të mund të reagonte, Sajmiri shtypi një buton në pajisje dhe të gjitha dritat e zyrës u fikën. Errësira e papritur e transformoi zyrën në një vend plotësisht të ndryshëm.
Era ndjeu zemrën t'i rrite fort ndërsa përpiqej të orientohej në hapësirën që njihte vetëm përmes dritës. Mobiljet e një ora u bën pengesa të rrezikshme dhe heshtja që pasoi fikjen e dritave ishte edhe më tmerruese se ngjarjet që e paraprin. Askush të mos lëviz, tha zëri i Sajmirit në errësirë. Pajisja që përdora preu të gjithë energjinë elektrike të kësaj ane të shtëpisë. Sistemet e sigurisë janë jashtë linje, komunikimet janë ndërprerë dhe dyert elektronike janë bllokuar. Era mund të dëgjonte frymëmarrjen e rënë të Artanit diku në të majtë të saj dhe lëvizjet e kujdesshme të Gencit në drejtim të derës. Situata ishte bërë e rrezikshme në mënyrë alarmante dhe ajo pyeti veten nëse Sajmiri dhe Genci ishin të përgatitur të shkonin më tej se sa kishin planifikuar fillimisht. Sajmir, tha Artani, zëri i tij ishte i kontrolluar pavarësisht tensionit të qartë, ti e di se kjo nuk mund të përfundojë mirë. Edhe nëse arrin të dalin nga kjo dhomë, ka njerëz të tjerë në shtëpi. Lulieta, Teuta, Ledioni. Saktësisht kjo është arsyeja pse duhet ta zgjidhim këtë shpejt, u përgjigj Sajmiri. Genci, ti e di se ku i mban Artani çelësat fizik të kasafortës? Në sirtarin e tretë të tavolinës, në një sirtar të rrem, Genci u përgjigj pa hezitim dhe era ndjeu një val pështjellimi kur kuptoi se sa thellë ai kishte tradhtuar besimin e familjes. Ajo dëgjoi hapa që lëviznin në drejtim të tavolinës së Artanit dhe zhurmën e sirtarëve që hapeshin. Sytë e saj filluan të përshtateshin me dritën e dobët që hynte nga dritaret dhe arriti të dallonte siluetat e burrave duke u lëvizur nëpër dhomë. Atëherë ju kujtua diçka vendimtare, ajo e njihte atë zyrë më mirë se sa e kishte imagjinuar. Gjatë gjithë viteve kur kishte luajtur në atë shtëpi, kishte zbuluar një buton të vogël paniku pas një prej pikturave në murin e zyrës. Ishte një sistem i pavarur, i lidhur direkt me komisariatin lokal, që Artani e kishte instaluar vite më parë si mas sigurie shtesë. Më e rëndësishmja, funksiononte me bateri të pavarur nga rrjeti elektrik kryesor. Ndërsa Sajmiri dhe Genci përqendroheshin në hapjen e kasafortës, era u lëviz ngadalë përgjatë murit. Çdo hap ishte i llogaritur, duke u përpjekur të mos bënte zhurmë që mund të alarmonte dy burrat. Gishtat e saj rëshitën nëpër mur duke kërkuar pikturën specifike. Era. Zëri i Artanit ishte i ulët, pyetës. Këtu jam, u përgjigj ajo, duke vazhduar kërkimin e saj të heshtur. Gjeti pikturën, një peizazh detar që gjithmonë i ishte dukur i bukur. Gishtat e saj rëshitën pas kornizës derisa gjetën butonin e vogël. Hezitoi për një sekond, duke e ditur se pasi të shtypej, nuk do të kishte më kthim prapa. E shtypi. Asgjë nuk ndodhi menjëherë, por ajo e dinte se sinjali ishte dërguar. Diku në komisariatin lokal, një alarm i heshtur po pulsonte, duke paralajmëruar se familja Kastrati ishte në rrezik. E gjeta, tha Genci, dhe era dëgjoi zhurmën dalluese të kasafortës që hapej. Përsosur, u përgjigj Sajmiri. Tani do të marrim atë që erdhëm të kërkojmë dhe do ta zgjidhim këtë situatë. Çfarë doni nga kasaforta? Pyeti Artani. Informacione, tha Sajmiri. Të dhëna rreth investimeve tuaja, fjalë kalime, kode aksesi. Gjëra që vlejnë shumë më shumë se çdo sigurim kundër zjarrit. Era kuptoi se plani i tyre kishte qenë shumë më i ndërlikuar që nga fillimi. Zjarri nuk ishte vetëm rreth parave të sigurimit, ishte për të krijuar një situatë kaosi që do të lejonte aksesin në informacione shumë më të vlefshme. Ju kur nuk do të arrini t'i përdorni ato informacione, tha Artani. Ka protokolle, verifikime të dy fishta. Lëre këtë në dorën tonë, Genci e ndërpreu. Do të mbetesh e i surprizuar se sa e lehtë është të anashkalosh ato protokolle kur ke akses të brendshëm. Atëherë era dëgjoi diçka që bëri që zemra e saj të mbushej me shpresë, zhurmën e largët të sirenave. Sajmiri gjithashtu e dëgjoi. Çfarë dreqin? Dikush aktivizoi një alarm, tha Genci, zëri i tij ishte plot panik. Si? Të gjitha sistemet janë jashtë linje. Jo të gjitha, tha era, duke zbuluar më në fund atë që kishte bërë. Sajmiri u kthye në drejtim të saj dhe edhe në errësirë ajo mund të ndjente zemërimin që rrezatonte prej tij. Ti e vogël. Kujdes me atë që do të thuash, Artani doli përpara, zëri i tij ishte i ngarkuar me kërcënim. Ajo sapo shpëtoi jetët tona për herë të dytë. Sirenat po bëheshin më të larta, më të afërta. Era llogariti se kishin ndoshta 2 minuta përpara se policia të mbërrinte në zyrë. Duhet të ikim, tha Genci me urgjencë. Tani.
Dhe ti lëm ata këtu për t'i treguar gjithçka policisë? Sajmiri tundi kokën. Jo, duhet të. Ai nuk e mbaroi fjalin, por implikimi ishte i qartë. Era ndjeu frikën e akull të përshkonte shtyllën e saj kurrizore. Ata ishin të përgatitur të bënin çdo gjë për të fshehur krimet e tyre. Atëherë dera e zyrës u godit me shkelm nga menteshat e saj. Policia. Duart lart. Dritat e elektrikëve të dorës pushtuan zyrën duke krijuar hije kërcimtare në mure. Era pa Sajmirin dhe Gencin duke u përpjekur të fshiheshin pas tavolinës së Artanit, por ishte tashmë tepër vonë. Policët hynë në dhomë me armë në duar duke u lëvizur me saktësi ushtarake. Zoti Kastrati bërtiti një nga oficerët. Jeni mirë? Jemi mirë, u përgjigj Artani duke ngritur duart për të treguar se nuk ishte një kërcënim. Të dyshuarit janë pas tavolinës. Ajo që pasoi ishte e shpejtë dhe efikase. Sajmiri dhe Genci u ndaluan pa rezistencë domethënëse, me sa dukej duke kuptuar se çdo tentativë për aratisje do të ishte e kollë. Dritat u rikthyen nga një ekip teknik i policisë dhe zyra gradualisht u kthye në normalitet. Era e gjeti veten të ulur në një karrige, duke u dridhur nga reagimi i vonuar ndaj stresit. Një mjek kontrollonte shenjat e saj vitale ndërsa një detektiv bënte pyetje bazë rreth asaj që kishte ndodhur. Artani ishte në anën tjetër të dhomës, duke dhënë dëshminë e tij, por sytë e tij vazhdimisht ktheheshin drejt erës, sikur donte të ishte i sigurt se ajo ishte vërtet e sigurt. Ishte Teuta ajo që erdhi duke vrapuar disa minuta më vonë, e ndjekur nga Lulieta dhe Ledioni. Djali duke i konfuzuar me gjithë atë lëvizje, por kur pa erën, vrapoi drejt saj me një buzëqeshje. Era. Pse ka kaq shumë njerëz në shtëpi? Është festë. Ajo e mori në krah, duke ndjer familjaritetin qetësues të peshës së tij të vogël pas kraharorit të saj. Jo, i dashur. Vetëm disa njerëz që duhej të bisedonin me babin tënd. Teuta u afrua, sytë e saj ishin plot shqetësim. Çfarë ndodhi? Policia tha se ju ishit në rrezik. Lulieta gjithashtu u bashkua me grupin, duart e saj po dridheshin ndërsa ekzaminonte erën në kërkim të lëndimeve. Vajza ime, kur pash të gjitha dritat e policisë. Era shikoi rreth e rrotull dhomës, drejt familjes që e kishte mirëpritur, drejt nënës që gjithmonë e kishte mbrojtur, drejt djalit që besonte te ajo pa kushte. Kuptonte tani se gjithçka që kishte ndodhur në javët e fundit kishte qenë një provë e guximit të saj, besnikërisë së saj dhe aftësisë së saj për të mbrojtur ata që donte. Gjithçka është në rregull tani, tha ajo, duke puthur majën e kokës së Ledionit. Jemi të gjithë të sigurt. Artani ju afrua grupit, më në fund i liruar nga hetuesit. Era, tha ai, zëri i tij ishte i ngarkuar me emocion. Si mund të falenderoj? Përsëri, ti shpëtove familjen time. Familjen ton, korrigjoi Teuta butësisht, duke vendosur një dorë në shpatullën e erës. Ajo shpëtova familjen ton. Ndërsa policët e fundit finalizonin punën e tyre dhe Sajmiri e Genci po largoheshin, Era pati një moment për të reflektuar mbi gjithçka që kishte ndodhur. 2 javë më parë, ajo ishte thjesht vajza e shërbyeses. Sot, ishte dikush që ishte përballur me zjarrin dhe tradhtin për të mbrojtur njerëzit që donte. Shikoi Ledionin, i cili po luante me kopsat e uniformës së një polici që kishte mbetur për të përfunduar dokumentacionin. Djali ishte i lumtur, i sigurt, i pavëmendshëm ndaj rrezikut që ishte përballur. Dhe kjo ishte gjithçka që kishte rëndësi. Era, tha Artani, duke u ulur për të mbetur në lartësinë e saj. Ka diçka që duhet të them. Ajo e shikoi në pritje. Ti nuk je më thjesht dikush që kujdeset për Ledionin, apo thjesht vajza e një punonjëseje. Ti je pjesë e kësaj familjeje. Zyrtarisht. Nëse ti dëshiron, sigurisht. Fjalët e goditën si një zbulim. Pas gjithë konfuzionit, gjithë dyshimit, gjithë dhimbjes së javëve të fundit, më në fund kishte një zgjidhje që ajo kur nuk kishte guxuar ta ëndërronte. Shikoi Lulietën, e cila buzëqeshte me lot në sy. Shikoi Teutën, e cila pohoi me kokë në mënyrë inkurajuese. Shikoi Ledionin, i cili kishte ndaluar lojën për t'i kushtuar vëmendje bisedës, edhe pa e kuptuar plotësisht kuptimin e saj. Po, tha ajo thjesht. Do të dëshiroja shumë. Dhe për herë të parë që nga zjarri, Era e lejoi veten të besonte se gjithçka do të shkonte mirë. Jo vetëm mirë, por më mirë se sa e kishte imagjinuar kur të mundur.
Historia që kishte filluar me tym dhe frikë përfundonte me dashuri dhe familje. Dhe për erën nuk mund të kishte fund më të përsosur. 6 muaj më vonë. Dielli i mëngjesit hynte nga dritaret franceze të dhomës që tani era mund ta quante zyrtarisht të sajën. Ajo u zgjua me zhurmën e njohur të hapave të vegjël që vraponin nëpër korridor, të ndjekur nga zëri i gëzuar i Ledionit që bërtiste emrin e saj. Disa zakone nuk ndryshonin kurrë, dhe ajo nuk do të dëshironte që ato të ndryshonin. Era. Eja të shohësh çfarë bëra. Ajo buzëqeshi, u shtri në krevatin e rehatshëm dhe u ngrit për të pritur djalin që në pak sekonda do të shfaqej duke vrapuar nga dera. Siç pritej, Ledioni hyri vrullshëm në dhomë duke mbajtur një vizatim që kishte bërë në orën e artit të mëngjesit me mësuesen e re private. Shiko, tha ai, duke zgjatur letrën me krenari. Është familja jon. Era mori vizatimin dhe e ekzaminoi me vëmendje. Ishte gjithçka aty, artani i lartë dhe imponues, teuta elegante me një fustan me lule, luljeta duke buzëqeshur pranë kopshtit, ajo vetë dorë për dore me Ledionin dhe madje një shtesë e re, një qenie artë që kishin adoptuar muajin e kaluar dhe që Ledioni kishte insistuar ta quante Trim, në nder të guximit që era kishte treguar. Është shumë i bukur, Ledion, tha ajo, duke u uluar për të mbetur në lartësinë e tij. Do ta vendos në frigorifer bashkë me të tjerët. Jo, protestoi djali. Ky është special. Duhet të shkoj në kornizën e sallonit si pikturat e rëndësishme. Era qeshi. Në muajt e fundit, Ledioni kishte zhvilluar një obsesion për të bërë që vizatimet e saj të ekspozoheshin në vendet më të rëndësishme të shtëpisë. Artani, gjithmonë i duruar, kishte dërguar për t'i kornizuar të paktën 10 prej tyre, që tani dekoronin disa dhoma të vilës. Mirë, u pajtua ajo. Do t'i kërkojmë babit të kornizoj edhe një tjetër. Rutina e mëngjesit ishte tani një vallëzim i koordinuar që e gjithë familja e njihte. Luljeta përgatiste mëngjesin në kuzhinën e madhe, jo më në kuzhinën e punonjësve, Teuta organizonte agjendën e ditës, Artani përfundonte videokonferencat e tij të para të ditës dhe era ndihmonte Ledionin të përgatitej për mësimet. Por këtë herë kishte diçka ndryshe në ajër. Një pritje, një energji speciale që era e kishte vënë re në ditët e fundit, pa arritur të identifikonte saktësisht se çfarë ishte. Kur zbritën për mëngjes, gjetën familjen e mbledhur në sallën e ngrënies. Tavolina ishte shtruar në një mënyrë edhe më speciale se zakonisht, me lule të freskëta dhe kompletin e pjatave që zakonisht rezervohej për raste shumë të veçanta. Çfarë po festojmë? Pyeti era, duke ndjerë se kishte humbur diçka të rëndësishme. Artani dhe Teuta shkëmbyen shikime dhe luljeta buzëqeshi në një mënyrë që era e njihte, ishte buzëqeshja që nëna e saj bënte kur ruante një surprizë të mirë. Ulu, tha Teuta, duke treguar karrigen pranë Ledionit. Kemi diçka për të treguar. Era u ul, kureshtare dhe paksa e shqetësuar. Në muajt e fundit, kishte mësuar të vlerësonte stabilitetin e jetës së saj të re dhe çdo ndryshim e linte paksa anktioze. Artani u ngrit dhe eci deri te një komodin ku mori një zarf zyrtar. Era njohu menjëherë vulën e noteres, llojin e dokumentit që do të thoshte ndryshime ligjore të rëndësishme. Era, tha Artani, duke u kthyer në tavolinë por duke qëndruar në këmbë, në muajt e fundit ti u bëre shumë më shumë se një pjesë e kësaj familjeje. Ti u bëre vajza jon në të gjitha kuptimet që vërtet kanë rëndësi. Ajo ndjeu zemrën ti rrite shpejt. Ku donte të dilte ai? Dhe për këtë, vazhdoi Teuta, vendosëm ta bëjmë atë zyrtare. Artani vendosi zarfin përpara erës. Këto janë letrat e adoptimit. Nëse ti dëshiron, nëse Luljeta është dakord, do të dëshironim të adoptonim ligjërisht. Heshtja që pasoi u mbush vetëm nga tingulli i zemrës së erës që rrite në veshët e saj. Ajo shikoi zarfin, pastaj fytyrat shpresëdhënëse rreth tavolinës, pastaj Luljetën, e cila po qante hapur por duke buzëqeshur në të njëjtën kohë. Mami, pyeti ajo, duke pasur nevojë për miratimin që gjithmonë kishte kërkuar te Luljeta për vendimet e rëndësishme të jetës. Vajza ime, tha Luljeta, duke tharë lotët, kjo gjithmonë ishte familja jote e vërtetë. Tani është vetëm zyrtarizimi i asaj që zemra tashmë e dinte. Ledioni, i cili kishte qëndruar i qetë gjatë gjithë bisedës, një rekord për të papritur përplasi duar. Kjo do të thotë se era do të jetë motra ime e vërtetë. Nëse ajo dëshiron, tha Artani, duke qeshur me reagimin e të birit. Era hapi zarfin me duart që i dridheshin.
Dokumentet zyrtare ishin aty duke shpjeguar në gjuhën juridike atë që jeta e saj ishte bërë, një familje e ndërtuar jo nga gjaku, por nga dashuria, guximi dhe zgjedhja. Filloi ajo, por fjalët nuk vinin. Si të shprehte atë që ndjente? Si të shpjegonte se ai mëngjes kishte ndryshuar gjithçka që ajo mendonte për të ardhmen e saj? Është shumë për t'u procesuar, tha Teuta butësisht. Nuk duhet të vendosësh tani. Jo, tha Era shpejt, duke gjetur më në fund zërin e saj. Nuk duhet të mendohem. Është po. Sigurisht që është po. Ajo që ndodhi më pas ishte një vorbull për qafimesh, lotësh të lumtur dhe Ledioni duke bërtitur nga gëzimi. Trim lehte i eksituar në kopsht, sikur e dinte se diçka e rëndësishme po ndodhte. Lulieta ju afrua Erës dhe i pëshpëriti në vesh, jam aq krenare për ty, vajza ime. Baba yt do të ishte krenar gjithashtu. Ishte hera e parë në vite që Lulieta përmendte baban e Erës, i cili ishte larguar kur ajo ishte ende shumë e vogël. Përmendja solli lot në sytë e Erës, por ishin lot të mirë, lot shërimi. Dhe tani, pyeti Era kur emocioni fillestar u qetësua pak. Tani, tha Artani, fillojmë një jetë të re. Zyrtarisht. Muajt në vazhdim ishin një sekuencë e herëve të para. Hera e parë që Era nënshkroi dokumente me mbiemrin Kastrati. Hera e parë që u prezantua në evente sociale si vajza jon Era. Hera e parë që Ledioni e quajti motra ime para shokëve të shkollës. Lulieta vazhdoi të punonte për familjen, por tani në një rol të ndryshëm, më shumë si një administratore e shtëpisë sesa si një shërbyese. Ajo kishte apartamentin e saj në pronë dhe një pension të garantuar për pjesën tjetër të jetës. Procesi penal kundër Gencit dhe Sajmirit rezultoi në dënime me burg domethënëse. Genci u dënua për sabotim dhe tentativë për zhvatje, ndërsa Sajmiri u përball me akuza shtesë për korrupsion profesional. Gjatë gjyqit, më shumë detaje të planit të tyre të ndërlikuar dolën në dritë, duke zbuluar se ata e kishin planifikuar gjithçka për pothuajse një vit. Artani implementoi ndryshime të plota në sistemin e sigurisë së shtëpisë dhe të kompanisë, duke punësuar një firmë të pavarur për të garantuar që asgjë e ngjashme të mos mund të ndodhte përsëri. Ai gjithashtu vendosi një fond edukimi për punonjësit, duke njohur se shumë probleme mund të shmangeshin me kushte më të mira pune dhe mundësi rritjeje. Era rifilloi studimet me entuziazëm të ri për të rirë, tani me burime për të ëndërruar për universitetin që ajo dëshironte. Performanca e saj akademike u përmirësua drastikisht dhe ajo filloi të konsideronte karriera që kur nuk i kishte imagjinuar të mundshme më parë. Ledioni rritej çdo ditë më i lidhur me motrën e tij të re zyrtare. Krizat e tij të frymëmarrjes u paksuan ndjeshëm, me sa dukej duke përfituar nga ambienti më stabil dhe dashamirës. Ai shpesh tregonte për çdo person që dëshironte ta dëgjonte se si motra ime Era më shpëtoi nga zjarri. Në një pasdite të diele, pothuajse një vit pas zjarrit, familja ishte e mbledhur në kopsht për një barbecue. Era vëzhgonte Artanin duke u përpjekur ta mësonte Ledionin të luante futboll, me sukses të dyshimt, ndërsa Teuta dhe Lulieta organizonin lulet në një kopsht të ri. Ishte një skenë shtëpiake normale, lloji i momentit që ajo kishte ëndërruar gjatë gjithë fëmijërisë së saj, por kur nuk kishte besuar se ishte i mundur. Për çfarë po mendon? Pyeti Teuta, duke u ulur pranë saj në karrigen e kopshtit. Për atë se si jeta mund të ndryshojë aq shpejt, u përgjigj Era. Një vit më parë, unë isha vetëm. Ti kur nuk ishe vetëm asgjë, Teuta e ndërpreu prerë. Ti gjithmonë ishe e jashtëzakonshme. Ne ishim ata që u vonuam ta kuptonim. Ledioni vrapoi drejt tyre, i djersitur dhe i lumtur. Era, eja të luash futboll me mua? Babi është shumë i keq. Hej, protestoi Artani nga ana tjetër e kopshtit, unë e dëgjova këtë. Era u ngrit dhe vrapoi pas Ledionit, duke e marrë në krah dhe duke u rrotulluar me të derisa të dy ranë në bar, duke qeshur. Trim vrapoi drejt tyre dhe filloi të lëpinte fytyrat e të dyve, duke shtuar edhe më shumë kaos dhe gëzim në momentin. Kur më në fund u ulën në bar, të mbetur pa frym, Ledioni shikoi Erën me atë seriozitet të papritur që vetëm fëmijët arrin të demonstrojnë. Era, tha ai, ti gjithmonë do të më mbrosh, apo jo? Gjithmonë, u përgjigj ajo pa hezitim. Gjithmonë. Dhe unë do të mbroj ty gjithashtu, tha djali, duke fryrë kraharorin. Sepse këtë bëjnë familjet. Era buzëqeshi, duke ndjerë zemrën t'i qetësoi me thjeshtësinë dhe vërtetësinë e fjalëve të Ledionit. Ishte kjo që familjet bënin.
Mbronin njëri tjetrin, pa marrë parasysh koston. Dhe ajo kishte gjetur të sajën. Atë natë, pasi Ledioni u vendos në krevat dhe të rriturit u tërhoqën për aktivitetet e tyre të natës, Era qëndroi vetëm në kopsht për disa minuta. Shikoi shtëpinë që tani ishte zyrtarisht shtëpia e saj, drejt dritareve të ndriçuara që përfaqësonin siguri dhe dashuri, drejt yjeve që shkëlqenin mbi një jetë që ajo kur nuk kishte guxuar ta ëndërronte. Kujtoi vajzën e trembur që kishte vrapuar nëpër korridoret e shërbimit me një fëmijë në krah, e lëvizur vetëm nga instinkti për të mbrojtur dikë që donte. Ajo vajzë ishte rritur, jo vetëm në moshë, por në besim, në qëllim, në familje. Dhe ndërsa vëzhgonte yjet, Era bëri një premtim të heshtur, kur nuk do të harronte se nga erdhi, kur nuk do ta humbiste guximin që e solli deri aty dhe gjithmonë do t'i mbronte ata që donte, pa marrë parasysh se çfarë do të sillte e ardhmja. Sepse disa njerëz lindin në familje. Të tjerë i gjejnë ato. Dhe të tjerë akoma i ndërtojnë ato me guxim, dashuri dhe vendosmërinë për të mos hequr dorë kur nga ata që kanë më shumë rëndësi. Era i kishte bërë të trija gjërat dhe historia e saj ishte prova se heronjt mund të lindin nga vendet më të papritura, duke veshur shapka të thjeshta dhe duke mbajtur zemra plot dashuri. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Erës dhe i familjes Kastrati të ketë prekur zemrat tuaja aq sa ka prekur tona. Kjo histori na kujton se guximi i vërtet nuk ka nevojë për uniforma apo tituj, ndonjëherë ai shfaqet kur më pak e presim, te njerëzit që duan pa kushte. Nëse ky rrëfim zgjoi emocionet e ju, mos harroni të regjistroheni në kanalin ton për më shumë histori që festojnë forcën e dashurisë familjare dhe guximin e përditshëm. Lini një pëlqim nëse besoni, si ne, se çdo person mund të jetë një hero kur bëhet fjalë për të mbrojtur ata që do dhe në komente, na tregoni historitë tuaja të guximit, të vogla apo të mëdha, të gjitha meritojnë të festohen. Deri në historinë e ardhshme dhe kujtoni, ndonjëherë heroizmi më i madh është thjesht të mos hiqni dorë nga ata që kanë nevojë për ne.